Kompania rajonale Qabrati në bashkëpunim me komunën e Gjakovës ka arritur të shtoj kapacitetet e saj operacionale në mirëmbajtjen e ndriçimit publik në zonën urbane dhe rurale. Kompania Qabrati në muajin nëntor të vitit kaluar ne kena bërë marrëveshje me komunën e Gjakovës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Kompania është vepruar me 2 ekipe, për javën e kaluar kena bërë një korp shtesë, domethënë autokorp që është për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, e kena pas viçnjë. Tash kemi 2 ekipe të ndara, edhe i kemi nda, domethënë një ekip e lojmë në qytet, një ekip nëpër fshatra, nëse ka nevojë edhe 2 ekipe të shkojnë nëpër fshatra të ndryshme. Jemi të punu në drejtim që mi vendos një rregull të ndriçimit publik, që pastaj mi pas man kontroll. Ferizi theksoi se ekipet punuese të ndërmarrjes janë në gatishmëri gjatë gjithë kohës për të investuar në secilin rast që kërkohet. Jeni vetë edhe qytetarët komunës Gjakovës jeni ka shini që ka ndryshim, domethënë ndriçimi publik janë gjitha lagjet që janë të punu me intensitet, ekipet tona janë ndriçuar shumica. Mundet me pas defekte të natyrave të ndryshme, mirë po, përderisa është kompania Qabrati këtu dhe jemi gati 24 orë nëse ka nevojë më intervenoj ekipit e kemi nga dishmëri. Kryeshefi ekzekutiv Ferizi shprehu bindjen se bashkëpunimi me komunën e Gjakovës do të vazhdojë edhe pas përfundimit të kësaj marrëveshje 2 vjeçare, duke qenë se ndriçimi publik është një shërbim i domosdoshëm dhe kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme. Marrëveshjen e kena lidhur me komunën e Gjakovës për 2 vite, domethënë është marrëveshja 2 vjeçare, po besoj që ka me vazhduar edhe në të ardhmen, sepse realisht ka me pas nevojë për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, se është pjesë që dëmtohen, ka pjesë që dritat prishen, kështu që ne drejtim duhet me pas të ertë ekipin të rend. Ferizi tuti shtoi se ndërmarrja që ai menaxhon kërkesat për ndërhyrje i merr nga drejtoria e shërbimeve publike në Gjakovë. Realisht qytetarët, domethënë kërkesat ne i marrim prej drejtorisë shërbimeve publike, domethënë në bazë kërkesat e dërgojnë qytetarët të shërbimet publike ne japin neve listën me rrugë ose fshatra të cilat kemi me intervenu dhe atëherë na pa problemi kryejm. Prioritetet e kompanisë Qabrati vazhdojnë të mbesin kujdesi për konsumatorët, për hapësirat publike dhe gatishmërinë për të sanuar secilin problem në ndriçimin publik, shtoi drejtori Ferizi.